takimin e kaluar unë kam paraqit një kërkesë për vizitën në kampin e Enver Zymberit dhe nuk e di administrata nëse ju ka dërgu email për me shku me vizitu. Nuk u marr asnjë përgjigje, kisha dashur me ditë a ka ndonjë përgjigje ajo, a pajtohet komisioni me shkuna në vizitë apo jo, që jo ta dim bile se na mujna me shku edhe vet, kush është i gatshëm me ardh, unë më marr pjesë. Nuk ka pas pajtim nga shumica e deputetëve dhe unë kam dërgu një kërkesë. A kemi marrë përgjigje për, ju e dini që kemi bërë kërkesë për një vendim apo diçka që kanë avuku apo kushdo që e kam monitoru çështjen që ka qenë publike, po e presim përgjigjen, por të paktën deri më tash unë nuk kam marrë përgjigje nga Ministria e Brendshme apo policia për këtë çështje, përgjigje për mbylljen e atyne objekte. Pavarësisht kryetar, na kem të drejtë me ju bë kërkesë, më shku me vizitu, nëse ju nuk pajtojnë na mujna me qitë në votim, kush është për, kush është kundër, dhe atëherë na jemi të lirë me shku me vizitu kush dojmë si deputet. Deputete, që kisha dashur për administratës dhe për juve si kryetar, qitne në votim, nëse jeni të pajtimit me shku si komision apo ju, edhe vazhdojmë tutje. Po, mund ta qesim në votim, nëse është e nevojshme, pra po e qesim në votim dhe po e votojmë. Unë nuk që vetëm pak, lutem gane, mëso vetëm ta dërgo. A bën edhe arbe? Atëherë, faleminderit kryetar. E drejta deputetës është me shku edhe me pa dhe vetë se nuk e nalë kërkush, na kemi edhe një farë statusit të monitorimit e nderuara deputete. Mirë po, me qenë se pra kemi edhe takimet të tjera, unë propozoj që edhe ne ta diskutojmë rrana grupit parlamentar, nëse kisha pas pra na kemi diskutu arbër edhe komisionin e kalum, edhe kam bë kërkesën unë para një muaji, edhe nuk po shoh ndonjë përgjigje pozitive që janë ato e marrë, kështu që kisha dashur na që tash me qitë në votim, nëse nuk pajtohet komisioni, kryt në rregull dhe atëherë na si deputet jem të lirë kush dojmë me shku me vizitu. Unë personalisht po e bëj një propozim për të premten me shku me vizitu. Kështu që nëse ju nuk jeni të pajtimit, atëherë qitën në votim, se na nuk pëdim kush është për e kush është kondër. Mirë, veç kur e marë fjallën, qëllimisht Elshova e në ndërpreva mikrofonin me ta... Po ti po fletë edhe nuk po di çka po fletë, o din dush me të regu falë. se nuk po dhe me shku me vizitu. Deputet, me ta vazhde. Dëshirën dikush ta merr fjallën? Po, ne si komision këtu kemi një detyrë të veçantë kujtoj. Vendimi para ku pasi na jemi shumë unik, sepse ka të bëjë me sigurinë, ka të bëjë me mbrojtjen e cila është intereses gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim, po dhe gjitha subjekteve politike pa dallim. Dhe unë kisha kërku që kur diskutojmë për çështje pavarësisht qoftë për ligjet, qoftë për temat cilat janë në interes të komisionit dhe mbikëqyrjes parlamentare, detyrë cilën e kemi ne, jemi sa më unik dhe jemi sa më të gjejmë gjuhën e përbashkët dhe të ecim bashkë, sepse interesi është i përbashkët dhe nuk duhet po këtë temë si çështje politike apo partijake. Faleminderit. Zoti Dogulli? Jo. Nëse. Po, në rregull. Ja, kam veç edhe për hera të tjera, do të thonë ne kur diskutojmë ose propozojmë, kryetari është mirë se për secilin diskutim apo vendim ta hedhim në votim e tjetë si vendim kolektiv, për shkak se atëherë po lihet hapësirë që të keq kuptohet edhe të dikush ta kupton ndryshe, dikush ndryshe, kështu që ne jemi komision edhe aspekti i votimit të secilit propozim do ta përmbyllte edhe polemikën apo atë kundërshtinë që mund ta kemi mes vete. Prandaj edhe për hera të tjera mendoj që është mirë që ta kemi këtë formë të vendimarrjes. Kryetar, unë e mbështes kërkesën e Albana Bytyqit, e cila ka 5 javë që e ka trajtu qoftë përmes grupit, qoftë përmes mbledhjes zyrtare dhe tashmë ka një propozim shumë konkret për premten. E qesëm votim, ashtu që tha edhe zotri Dugulli, nëse
nuk ka interesim prej krejt komisionit me shku, nuk mundet kërkush me nal një deputet me shku me bani vizitë. Roli i deputetit është mbikëqyrës dhe na kemi të drejtë me shku, edhe pse dëshira ose propozimi është që me shku si komision, megjithatë nuk mundet një vendim i komisionit me pengu një deputet me ushtru detyrën e tina si i pavarur, po kaq. Kryetar, ne kemi diskutuar dhe në takimin e radhës dhe dëshira dhe qëllimi është i mirë dhe po flasëm për institucionet sigurisë, pa dashur me diskutu në kuptimin politik, po unë po mendoj që na si grup duhet me shku dhe qëllimi është i mirë që sa do pak të shohim realitetin dhe t'ju ndihmojmë, nuk ka asi diçka të keqe këtu, por çështjen e ditës e kohës e koordinojmë, do të thonë jemi edhe në grup dhe është mirë që me shku me pasë, kurse nuk ka të keqe. Çdo njeri ka të drejtë me hi aty duke e ditë situatën. Prandaj për këtë çështje unë mendoj që mas mirë do të ishte në votim me heqit, edhe atëherë pra po e vendosim në votim pasi po kërkon deputetët, edhe vendosim me votim, pra kush është për dhe kundër për me mas pari kush është për ta vizituar kampin. Kush është kundër? Kjo po mbetet 4-4. Edhe arbri 5. Pra nuk është miratuar. Ju si deputet mund të bëni kërkesën dhe pra gjithçka është në rregull, nuk u arrit unitet këtu për këtë çështje. Nëse keni edhe diçka, edhe kemi listën sërbe. Unë pikrisht e thash që nuk duhet jetë në kampin e Enver Zymberi çdo kush. Apo kupton? Edhe nëse po Po, kryetar. Po, pse nuk jeni dakord kur ju keni qenë ai kryesori ku në kodrën e trimave ka qenë i njëjti kamp, kur vetë keni qenë iniciator për me mbyll qatë kamp. Tash çka u bë atje, pse nuk po ndodh? Pse nuk po vini me vizitu? Pse unë personalisht kam e bë kërkesë për të premten ora 10 deri në 11 me unis, kështu që kush jeni për me ardh, mundi me ardh. Dakor, deputete, po e vërtet dallon një stacion i thjesht i policisë me kampin e Enver Zymberi, sepse aty ka gjëra të cilat janë për publikun dhe për shkuar çdo deputet i cili ju e dini. Por unë po flas që është e drejtë e deputetit me bë kërkesë. Unë nuk pajtohem që si komision të shkojnë të gjithë aty, kështu që ne votuam kundër, ju mund të bëni kërkesë për aty dhe gjithçka në rregull është. Po, zoti Dugulli. Veç le të merret, domethënë për kolegën Betyqi, le të merret domethënë vendimet në komision merrem në votim. Në amën të komisionit kërkush nuk ka drejt që tash me bën kërkesë. Mundesh me bën kërkesë si deputet, por në amën të komisionit u mund një vendim. Thash mos po të mushet menja në verë më ardh, për shembull. Edhe po e presim edhe një përgjigje deputete prej policisë për çështjen që ka qenë avuka atje. Falenderoj. Ju falenderoj të gjithëve për kontributin edhe shifemi në seancën tjetër në këtë. Unë parimisht nuk jam kundër, por unë mendoj që tek Mitrovic çfarë kampet e njësive speciale kemi. E dyta kemi nevojë që sa më shpejt të krijojmë grupet punuese. Dita hënë është ditë e fundit që mund ta shqyrtojmë